Ndërkohë, situatën politike dhe aksionin që po ndërmerr opozita, si e shikon? Përtej këtij forumi, përtej partive të reja, Adriatik Lapaj po proteston, u bë mbi 40-50 ditë, një protestë e filluar prej tij para kryeministrisë, ka patur protesta nga Partia Mundësia, ka patur protesta nga Erlind Qori dhe protesta të mëdha nga Partia Demokratike. Si e shikon gjithë energji opozitare, përveç këtij forumi që ju keni ngritur, pra mund të kanalizohet në një, apo me gjithë këto ngjyra është e vështirë të bashkohen në një ylber? Mendojmë që ka hapësira për bashkëpunim, edhe fakti që këto protesta që janë marrë në mënyrë të vetme nga partitë politike kanë treguar që nuk kanë dhënë efektin e duhur, sepse nuk arrin dot që të ushtrojnë presionin e nevojshëm ndaj mazhorancës, që ajo të tërhiqet nga qëndrimet caktuara, nga politikat caktuara dhe gjithësisht për shembull në rastin e skandalit me zëvendësën kryeministrin e vendit, të miratoj në kuvend kërkesën e prokurorisë posaçme për t'i hequr imunitetin zonjës Balluku dhe në mënyrë që ajo të përballet me drejtësinë pa mburojën politike që i ofron imuniteti deputetës. Pra, fakti që këto ndërmarrje të cilat kanë qenë të shpërndara mes aktorëve politikë opozitar nuk kanë krijuar efektet e duhura, tregon për domosdoshmërinë që kjo energji të kanalizohet në një veprim të përbashkët, edhe gjykojmë që kjo sigurisht do të krijonte një presion të nevojshëm në mënyrë që mazhoranca të paktën të ndihet që se ka një kundërshtar politik përballë i cili arrin të konkurojë dhe arrin të ushtrojë trysni ndaj veprimtarisë saj. Por në tërësi ne mendojmë që duhet rivlerësuar ndoshta edhe strategjia e opozitës, sepse protesta është një mekanizëm krejt legjitim, por ndoshta duhet parë nëse do duhet, ky është krejt mendimi im personal, që kësaj strategjie t'i bashkangjitet edhe një komunikim më intensiv me shqiptarët edhe hartimi një platforme politike, një vizioni politik, i cili të tregoj shqiptarëve se si e shikon opozita zgjidhjen e problemeve kryesore me të cilët ato përballen. Dhe për të ardhur te ky moment, pra si parakusht i dy që një opozit të jetë fituese, unë këtu rastësisht në fakt kam edhe këtë libër të Boris Johnson, i cili është botuar së fundi, i cili është një personalitet i politikës britanike me një eksperiencë shumë të madhe, dhe në një nga fragmentet e librit ai thot diçka jashtëzakonisht interesante, e cila konsiston në faktin që një parti politik ose një grupim politik që të vinë pushtet do duhet zotërojë të ardhmen. Pra do duhet të ketë një vizion për vendin që synon qeverisë, dhe mendoj që ky duhet jetë hapi i dytë që duhet marrë opozita, pra duhet ndërtoj një platformë politike e cila u jep shqiptarëve një pamje të qartë se ku duan ata ta çojnë Shqipërinë edhe cilët janë politika që ata duan të implementojnë në mënyrë që të adresojnë problemet, do të thojë akute me të cilët përballet vendi, siç është hemoragjia demografike, zhbalancimi demografik, do të thoja, pra ku e gjithë ekonomia e vendit është përqendruar në Tiranë dhe në Durrës, edhe periferitë e Shqipërisë janë zbrazur tërësisht nga të rinjt, nga shqiptarët edhe nga mundësitë për të ndërtuar jetë atje, por edhe me çështje tjera që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, që unë mendoj që janë probleme të cilat mund të zgjidhen lehtësisht nëse ka vullnet politik.